mos hezitoni me marrë çdo mos ligjore në raport me cilin do subjekt, kush do të qoftë taj dhe ku do të qoftë taj. Ju e keni përkrarjen time. Nga ky moment bëhet puna. Largoni për vendimin me një, ose do të më vendos. Biznesi i ndërtimit është sektori me shkeljet më të shpeshta të rregullave të sigurisë në punë. Të dhënat tregojnë se në vend punishtet me kate të larta 10 punëtor janë lënduar e vdekur. Operacionet e inspektoratit të realizuar në muajin prill kanë shtuar raportimet për shkeljet e sigurisë në punë. 10 raportime kanë nxjerrë sërish Inspektoratin Qendror të Punës në aksione të kontrolleve. Në një plan operativ, inspektorët kanë hartuar zonat të ndërtimit ku dyshohet se ka shkelje. Bi analizat e informacioneve të grumbulluara, Inspektorati synon të izë në befasi e të kontrolloj bizneset në lagjën e re të Prishtinës. Në nisje, inspektorët marrin detyrat e para. Për sot, në ditën e parë të aksionit, do të inspektohet qyteti i Prishtinës, konkretisht zona e Prishtinës së Re dhe fshatit Hajvari. Ajo pjesa që rrok te Pallati i Drejtësisë. Dhe në të gjitha rastet, nëse haset që nuk kanë marrë masa në sigurinë punë, atë përkundrejt që kanë pas aksident, atëherë me automatizëm inicijohet procedurë kundërvajtëse, në të njëjtën kohë hapet rast në përkurimin e shtetit për më ndërmarrje të masa për siguri e shëndet punë. Unë pjollus shumë që mos hezitoni as në nivelin milimetrek, mos hezitoni që për çdo shkelje që është në diskrecionin e juaj, bazuar në ligj, mos hezitoni me marrë çdo mos ligjore në raport me cilin do subjekt, kush do të qoftë taj dhe ku do të qoftë taj. Ju e keni përkrarjen time si kryeinspektor në të gjitha këto veprime, kuptohet të bazuar dhe të vlerësuar totalisht sipas legjislacionit në fuqi me cilën ju operoni. Për të tjerat mandej jemi në kontakt, kuptohet, po ligjin zbatojeni 100%, sepse mbi të gjitha të mos harrojmë që misione kemi jetën e qytetarëve. Me detyrat të qarta, 2 inspektorët e punës nisën inspektimet në lokacionin e parë në terren. Në minutat e para, inspektorët nisin grumbullimin e të dhënave, tek ndërtuesi gjendën shkelje të rënda dhe mungesa elementare e sigurisë në vendin e punës. Në vend punishte nuk janë vendosur skelet dhe nuk janë marrë masat për siguri dhe shëndet në punë. Konstatimi për parregullsi vërehet në hyrje të vend punishtes. Jo, për furtuar në kokë. S'është problem, po jo, ajo është pjesë e tuta, po në vajtë. Jo. Pas shikimit vizual, masat sigurisë mungojnë, pjesa e skeletës në vjetë. Që nga ky moment bëhet puna. Inspektorët nga Inspektorati Qendror i Punës kanë konstatuar problemet e para me sigurinë dhe shëndetin në punë. Sipas ligjit, kur kushtet për siguri dhe shëndet në punë mungojnë, puna duhet të ndalet. Në vend punishtet të ndërtimit, inspektorët vërejnë mungesën e qasjes, mungesën e skeleve e po ashtu edhe makineritë që përdoren pa standardet që i kërkon ligji. Largoni për vendimin me një, ose do të më vendos. Pas konstatimit të parregullsive, në lokacionin e parë inspektorit vendosin shiriti i cili sinjalizon ndalimin e punimeve.
Pasimi eventualisht do ka u bë. Gjatë inspektimit në këtë vend punishte është konstatuar se janë duke u zhvillu punime në masa jo të sigurta të sigurisë dhe shëndetit në punë, qysh në hyrje të objektit të vrehet që objekti është i papastër, mungon qasja e sigurt e punëtorëve për me hyrë në objekt për me zhvillu punimet, objekti nuk është i rrethuar me skele, për shkak të këtyne evidentimeve të parregullsisë, Inspektorati i Punës ka nxjerrë vendim për ndalimin e punimeve deri në eliminimin e parregullsive. Pas lokacionit të parë, inspektorët nisin në lokacionin e dytë në Prishtinë. Qasë që është mrena për objektën? Shkeljet e para të shëndetit dhe sigurisë në punë konstatuan pas disa minutave inspektim në vend punishte. Mungesa skeleve dhe mbulimi hapësirave të ashensorëve janë disa prej problemeve të konstatuara nga inspektorët në teren. Gjatë inspektimeve, inspektorët marrin edhe provat për shkeljet që janë konstatuar. Ju njoftoj që nga ky moment ndërprehet procesi i punës për shkak të mosmarrësmosjes nga siguria dhe shëndeti në punë, përkatësisht nuk ka të vendosur skelari në tërë perimetrin e objektit. Po, për mrena? Edhe ajo pjesë e skelerisë e cila është e vendosur, nuk është e vendosur në konform rregullore dhe ligjin fuqi. Për mrena është ashtu, hapësirat e brendshme janë të pambyllura, hapësirat e shkallëve, hapësirat e liftit. Inspektimin e dy bizneset të ndërtimit konstaton parregullsi të shumta. Mungesat elementare të sigurisë dhe shëndetit në punë obligojnë inspektorët që në këto biznese të ndërprejnë punën. Sipas ligjit, në zonet e pasigurta inspektorati me një urdhër të veçantë bllokon punimet dhe vendos shiritat. Biznesi nuk guxon të punojë deri në sanimin e problemeve. Atëherë kur masat e sigurisë janë sanuar, inspektorët do të rikthehen për të verifikuar gjendjen e pas një gjobe, biznesi lejohet të vazhdojë punën. Në inspektimit e fundit, rreth 200 biznese janë rrethuar me shirita në këtë formë.